informacion, këthe kemi dhe mbulim, ja kemi të plot, në ekran, se çfarë kalon nga kjo ngushticë. Arabia Saudite është eksportuesi më i madh i naftës përmes ngushticës, kurse Katari kryeson eksportet e LNG-s. LNG-ja është likuid gazi i lëngshëm. Naftë dhe produkte nafte kalojnë 20.3 milion fuqi, mesatare ditore. Vëllimi transportuar përmes ngushticës vitin e kaluar 2024 që i kemi shifrat, dhe LNG 290 milion metra kub. Nga kjo, pjesë e madhe shkon në Azi, pra e merr Kina, 80% e LNG-s shkon në Azi, 20% shkon në Europë. Tani, nëse kjo ngushticë mbyllet, kush dëmtohet? Kush dëmtohet? Pas Kinës. Dhe Indis. Dhe Indis. Okej. Po Irani, apo jo? Irani, po. Okej, mirë, në rregull. Në fakt ishte mbyllja ishte mund ta përdorim në splitër e tjerë dhe kthehemi në studio, mbyllja ishte me vendim ose propozimi të Parlamentit të Tiranës. E kuptoj dhe dalim kur po flisnim për nuk ka mbyllje një herë për ta sqaruar. Nuk është mbyllur, është e qartë propozimi ishte nga Parlamenti. Sepse po flisnim çfarë, janë negociata të përditshme. Në qoftë se e vere ka lëvizje, pra po lëvizet një fish, por nuk është marrë veprimi i mbylljes, është dhënë autoriteti për ta mbyllur. Por nëse besojmë dhe kuptojmë që është fakt ajo që u thash parë nga zoti Demiraj, që lideri suprem i Iranit është vendimarrësi final për çdo gjë, parlamenti le ta marrë atë vendim, nëse do ekzekutohet ai vendim apo jo, kthehet shumë shpejt me një porosi apo me një urdhër nga lart. Ajo që kemi parë është kjo, kërcënimi për mbylljen e ngushticës nuk ka patur ndikimin e pritur tek çmimet e naftës, pra nuk kemi patur ngritje. Ajo që kemi parë është që ky efekt apo si thua, le ta quajmë ky dëm kolateral, nëse duam ta quajmë këtij konflikti, ka qenë i menduar nga palët, nuk është se kanë qenë të verbër ndaj këtij efekti. Kjo është një nga arsyet pse pam deklaratën e zotit Trump, ku ju drejtua departamentit të tij të energjisë për të stimuluar edhe më tepër nxjerrjen e naftës apo fokusin në energjinë e gjeruar nga fosilet nga nafta në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe mendoj që dhe Kina do bëj presionet e veta këtu për interesat e saj. Kina, me që kuptoj unë, naftën kur e mbledh nga Irani, e mbledh me çmime relativisht skontuara, nuk e merr me çmimet e tregut. Dhe kjo është arsyeja pse pothuajse shumicën ndërmuese të naftës nga aty e merr Kina. Unë nuk e shoh të ndodh, sepse është akti parë është akt vetvrasës nga ana ekonomike për Iranin. Ne si Shqipëri nga furnizohemi, cilat janë rrugët tona të furnizimit? Nuk besoj që, dëgjoj, ne si Shqipëri mund shohim ngritje, se ne si Shqipëri kemi parë ngritje në çmimin e energjisë për gjëra që s'kan lidhje me ne fare. E kemi ngritur pa ngritur. Kjo është tjetër gjë. Por nëse flasim për ndikimet në realitet, pra sa ndikohemi ne nga këto lëvizje, neve normalisht nuk duhet shohim. Në situatën ku jemi sot në këtë moment që flasim, nesër mund ndodhi diçka tjetër ndronë. Se ka një gjë, domethënë, si situata gjeopolitike ndikon te besimi investitorëve dhe edhe pse rrugët e kalimit naftës nga Irani prekin Azin, Iranin vetë të tjerë më shumë, çmimi mund të rritet edhe në bursat e tjera. Bursa në Wall Street ka treguar që investitorët ndihen shumë komod. Ndihen komod. Po këto dy ditë e fundit, po vajti ka 100 fuqia. Jo, po e kemi pra është limituar dhe ajo pjesë, kemi thënë deri tek 83 duke 70-83 është dhënë një marsh, pra që është i pranueshëm dhe mos harro është një deklaratë shumë e fortë ajo që ka dalë nga zoti Trump, mos po ju shoh, mos u bëni me armikun, mos u bëni pengesë vendit tuaj. Kjo gjë kur ndodh, kontrollon çmimet në bursë për naftën. Në qoftë se do flasim në një treg normal që nuk ngrihen çmimet e bursës naftës tu, atëherë nuk ngrihen edhe tek tregjet e tjera tek ne. Në qoftë se flasim për stimulime artificiale, ajo është një tjetër nuk e parashikojmë për Parlamentin iranian. Si do ta mbyllin ngushticën kurrëfillësi? Po pra, këtë kam një pyetje sepse ngushtia, po tani mund ta shjapim edhe një herë hartën në me çfarë ta mbyllin? Se po ta mbyllin ushtarakisht apo jo? Po. Me çfarë do thënë asetë ushtarake do ta mbyllësh? Atëherë në pikën ku është me rreth, është pika më përpara Irani. Ai kanë bërë, por në kushtet tjera, jo në kushtet pasi ti përpigjesh. Në 88-ën kryesisht e ka bllokuar me mina në New York dhe ka pas edhe incident me luftanijet. Atëherë, vetëm një pyetje, më fal. Ku brenda 3 ditëve Amerika shkatroi të gjitha destroyerët që i kishte dhënë. Të sqaroj vetëm një detaj, po ta shikoni hartën, atje janë Emiratet e Bashkuara Arabe në pikën më të ngushtë dhe ka një enklav Omanit. Pra atje në pikën më me majuc ku është me rreth. Dhe
është 20 milje detare, që i bie 38 kilometra, 38 kilometra është 38-39 të shkosh nga Tirana në Durrës. Pra, vëndi është kaq i gjerë, se nuk duket sikur vërtet i themi ngushticë. Po nuk është kaq i ngushtë. Tiranë-Durrës mund të kalojnë, prandaj lind pyetja si do ta bllokonin, dhe tani fjalën e japim kolonelit. Po, faleminderit regjia për pamjet. Atëherë, në rast se i referohemi